Nashta dita Bajramit jo ka zbut zemrat edhe sheqeri i ka mbëlqu edhe munën me kon pak ma pozitiv se që shpo këtë i ka mbyt negativiteti. Po jam optimist se do të me gjetë një zgjidhje. Si të zindet që zgjidhja? Si mund të bëhet? Ulen kryetarët e partive dhe merren vesh për një zgjidhje, qoftë ajo me formu një koalicion, qoftë një qeveri të pakicës, qoftë me shku në zgjedhje. Po nuk mendoj se është produktive. Gjithsesi çdo lëvizje është pozitive. Qoftë takim, qoftë diskutim formal, jo formal, por më e dëmshmja për Kosovën dhe interesin e shtetit Kosovë dhe qytetarëve të Kosovës është status quo-ja. Status quo-ja ka mri pikën ku është e padurueshme dhe pa tolerueshme dhe duhet të ndryshojë. Pra, nënkupton gjetja një zgjidhje, çfarë do qoftë ajo, dhe zgjidhjet janë sipas meje 3 opsione. Një koalicion qeverisës, një qeveri e pakicës ku ne mund pajtohemi të them, okay, po don ti me çdo kusht me kon, hajde bënu kryeministër që po ta japë votën ose shkuarja në zgjedhje. Tjera opsione nuk ka. Nëse vendos partia, po